Me kërkesë të kryeministrit Kristian Mickovski, Ministria e Financave ka marrë vendim për ndërprerjen e pagesave nga IPART me arsyetimin se duhet hetuar çdo keqpërdorim, pasi ekziston dyshimi se ata nuk kanë ndodhur vetëm tani, por edhe më herët. Në pyetjen nëse Bashkimi Evropian i ka bllokuar fondet e IPART-it, Mickovski tha se ato nuk janë bllokuar, përkundrazi veprimi është përshëndetur nga Komisioni Evropian. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што све ќе истражиме. Све ќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Nga LSDM reagojnë se pezullimi I fondeve IPART po sjell pasoja të mëdha për bujqit dhe kërkojnë publikimin e të dhënave financiare, si dhe shkarkimin e Triponovskit. Ata paralajmërojnë se pezullime të tilla mund të zgjasin 2 deri në 3 vjet dhe është e pasigurt nëse programi IPART do të vazhdoj pas këtij skandali. Откако скандалот кој го најави СДСМ се потврди, денес е време власта да почне да одговара на клучните прашања кои ги засегаат и земјоделците и јавноста, но и време е конечно да видиме оставка од Трипуновски кој избегнува одговорност пред јавноста. Јавноста и граѓаните треба да знаат дека ИПАРТ средствата кои се сега суспендирани се доделуваат како 50% грант за земјоделците, а 50% тие самите обезбедуваат за секој проект. Nga delegacioni I Bashkimit Evropian në vend kanë konfirmuar se Komisioni Evropian ka kërkuar informacione shtesë nga institucionet maqedonase dhe se e ruan të drejtën e ndërmarra masa parandaluese për mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian. E përshëndesim vendimin e institucioneve nacionale për pezullimin e të gjitha pagesave nga IPART 3 derisa të sqarohen rrethanat. Meqense hetimet janë në zhvillim, nuk mund të japim komente shtesë. Presim që institucionet e mashonisë së veriut të veprojnë me seriozitet të plot. BE-ja mbetet e përkushtuar në mbështetjen e fermerëve, bujqësisë dhe zonave rurale, për sa kohë fondet e saj administrohen siç duhet. Ndryshe drejtoria aktuale I Agjencisë së Pagesave Ilia Stoiljev është kapur duke marrë rishfet prej 400 eurosh, pjesa e parë një shume të premtuar prej 50.000 eurosh. Parat ia kishte ofruar ish ministri I vetëqeverisjes lokale dhe I drejtorisë Xhevdet Nasufi, tani pronari një kompania agrobiznesi në Struk. Nasufi akuzohet për dhënje rishfeti dhe ndikim të paligjshëm, ndërsa Stoiljev për marrjen e rishfetit. Të dy, së bashku me 2 persona të tjerë, janë dërguar në paraburgim, ndërsa e 5-ta e dyshuar është në arrest shtëpiak.